Ti e shifta. Ndërkohë në videoll jemi duke ndjekur, mund të hapim planin regjia dhe të shikojnë dhe teleshikuesi, po. Në këto momente jemi duke par Hasanin. Është shumë emocionuar, mund t'i flasësh. Foli vllajtën, ke vite pa. O Hasan. Si emër? Atere, ka rënë sërish linja. Ka probleme me linjën? Mbahet mirë, me sa e shikojmë? Që ka mirë? Është shumë mirë. Atere, a kemi mundësi të rilidhemi sërisht? Që këmi plak neve? Është mbajtur mirë dhe gjithmonë në zemrën dhe në shpirtin e ti keni qenë të pranishëm. Ndihesh shumë shpesher, ndihesh edhe fajtor për mënyrën se si u kishte lënë. Unë grito se prisë se të ishte gjallë, se thash ishte s'mu njëherë, se këj ka pas biznes nafte. Ka rëndë në dhe shtetet tjera. Mi fjallë për humi, një malë shumë të malë. Edhe thëjtë të përqendrova prapë në Komodoro. Si mbas letrave që ju dërgonte, apo jo? Atere, kemi mundësi që të lidhemi pra me telefon. Linja, edhe një herë. Unë e kuptoj, por ne nuk vllai ti, pra sa më shumë e shikojmë në ekran, aq më shumë duam që të flasim e të t'ja dëgjojmë zërin dhe të arrim të lidhim këtë komunikim. Këtë komunikim të ndërprer, pra që nga viti 1959. Nga viti 1959 familjarët pra nuk e kanë parë, nuk ja kanë dëgjuar zërin përveç 2 letrave që ai ka dërguar Kukuj. Në letrën e parë ju ka informuar se ka mbritur në Argjentinë, në letrën tjetër ju ka treguar se është i martuar, bashkëshortja e tij pra quhet Maria dhe ka pasur një djalë. Dhe që nga ai moment ata nuk kanë pasur pra asnjë kontakt me njëri tjetrin. Ndërkohë që në letrat që ai shkruante ju tregonte hollësisht pra për jetën e tij atij. Atëherë kemi në telefon. Mirëmbrëma Hasan, përshëndetje. Përshëndetje nga Tirana. Mirëmbrëma nga Shqipëria. Saludo nga Albania, Tirana, këtë më qenë. Po i thot Hasanit përshëndetje nga Shqipëria dhe nga Tirana. A mund t'ja kalojmë telefonin Hasanit, të flasë dhe ai diçka, të thot diçka. Çfarë mban mend nga Shqipa, dëshiron të flasë? Sí, te comunico. Po na lidh. Él va a hablar en albanés o en castellano? Dëshiron që të flasë në spanjisht apo në shqip? Pak në shqip, ti dëgjojmë të... En albanés si puede. Bueno, lo intentará, no creo que pueda, pero bueno. Do të përpishet, por... Sí, se lo comuniqué. Vetëm pak të flasë me vllajën e ti. Solo un poco que hable con su hermano, un momento. Ok. Është shumë emocionuar. Tani mund të flasësh. Hasan, si e? Se mirë. Mirë je? Ceni jam, ceni. Ceni fliste. Ceni të fliste. Habla. Como? Fol. Si e, me shnet? Jam shumë mirë. Po mirë, pëse s'na ke dërgu në letër? Ju kam dërgu, për nuk kam marrë përgjigje. Unë ju kam dërgu karta. Nuk kemi marrë letër, fare. Tregoj për vlezër, si jam vlezër e tjerë. Ismaili, vullnetin i ke mirë, me shëndet. Preste, nuk kam marrë përgjigje. Ismaili, vullnetit të bëjnë të fala shumë. Kush Hyseni jam, Ceni. Hyseni jam. Bërë, Nuk më men se më ke lënë të vogël.
Ola. Ola. Hasan, si je me shëndet? Jam shumë mirë. Am dëgjon mirë tani? Jam shumë mirë. A mjef kush jam, Hyseni jam, Ceni. Të marrë vesh. Të marrë vesh, thot. Hasan, të ka marrë malli për Shqipërinë. O Hasan, Ola. atë ka marrë malli për Shqipërinë. Flet Unë Ka emocione dhe... Ola. Të dëgjojmë shumë mirë, Hasan, të dëgjojmë shumë mirë. Nuk duam të të mbajmë akoma në... A më shikon muaj? Po, je duke e parë në këtë moment e Hysenin. Ktheu nga kamera, edhe mund t'ja bësh me dorë. Janë vërtet momente emocionuese, por rëndësi ka që ai është mirë, që shikon. 70 vjet. Është shëndosh e mirë dhe mendoj... O Hasan, më shikon? Hysen. Ha, Hasan? Ceni jam, Hyseni jam. Të marrë vesh, të kuptova. Si je me shëndet? Mirë, por është i emocionuar dhe nuk mund të flasim. Gjali me aparat telefon. Pa tjetër, ne kemi numrat e ti të telefonit në këto momente për të mos e mbajtur dhe atë sepse është shumë emocionuar dhe është në një moshë të thyrë, jemi duke e parë, si që shikoni është shëndoshe mirë me bashkëshortën e ti është shumë mirë. Ma që kemi plakun të jam... Hasan, të përshëndesim nga Shqipëria. Ju kuptova të... Shpresojmë që ta vazhdoni komunikimin me telefon dhe të një ditë ndoshta të takoheni. Le të shpresojmë që vëllezërit e tu të vinë në Argjentinë t'ju takojnë, do t'ishte më mira që ju të vinit njerë në Shqipëri me gjithatë. Mosha juaj, ne i kuptojmë të gjitha, gjithsesi rëndësi ka që për herë të parë, mbas kaq vitesh, ju ja dëgjuat zërin njëri tjetrit. Më kupton? E shoqja, ajo? E shoqja. Unë ju përshëndes nga Shqipëria, do të flisim ndoshta edhe mbas emisionit, sepse jemi në një kohë televizive. Është vërtet shumë i emocionuar, kanë kaluar shumë vite. Kur do me flitni? Do flisni me njërë mbas emisionit. Me vllajën tuaj, pa dritat e kamerave, pa absolutisht asgjë për të sqaruar dhe për të folur për gjitha ato vite që ju keni humbur komunikimin. Unë ju përshëndes nga Shqipëria, gjithë juve dhe gjithë familjen tuaj. Natën e mirë për sonte. Atere, të nderuar miq, ishim në një lidhje të drejtë për së drejtë, ju kërkojmë ndjes për disa momente pauze, por jemi shumë larg, pra me Argjentinën gjithsesi rëndësi ka që arritëm pra të bijmë në gjurmët e tij, që dhe jo vetëm që është pra gjetur, por është dhe shëndosh e mirë. Pret me njërë mbas emisionit që ju t'i telefononi, është duke ju pritur, kam pritur gjithë ditën. Ta la telefon. Rëndësi ka që ju nuk duat mërzitesh, apo jo janë lot gëzimi. Si që thash, ndoshta fundi është i mirë, sepse dia diçka. Rëndësi ka që a i ka djalin, ju keni fëmijë, do lidhen... Djalin që ka bohu, sa unë. Do lidhenin, shpresoj me shumë dëshirë që ndoshta a i të vi një herë, por përsa i përket moshës e ti ka shumë dëshirë të vi në Shqipëri, me gjitha të ju do të flisni vetë dhe do t'i sqaroni gjërat. Unë ju uroj dhe
Ju falenderojmë shumë nga zemra. Falenderit shumë, ju falenderoj dhe unë që besua tek ne. Vërtet, kishe 2 vjetë që denoncuat rastin, por ja që vjen një ditë, ne kemi punuar gjatë gjithë saj kohë. I patëm prejmë të shpresë se thësha është gjallë, nësë është gjallë. Me të shoqen edhe me fëmin nuk... Rëndësi ka që a i shumë do shumë mirë. Dhe unë përshëndes gjithë familjen tua, e cila është duke në ndjekur momentalisht, shpresojmë që historitë të tilla të zgjidhen në emisionin tonë sa më shpejt dhe kjo falë ndihmesës së gjithë atyre të cilët të ndjekin emisionin tonë dhe kanë telefonuar, kanë ofruar ndihmën atyre vullnetarisht dhe stafit tim i cili ka punuar gjatë gjithë kësaj kohe për të arritur në gjurmët e Hasan Mefës, i cili është aratisur pra nga Shqipëria në vitin 1959 dhe që nga i moment familjar nuk e kanë parë dhe nuk e kanë dëgjuar më zërin. Këtu përfundon historia e Hasan Mefës dhe familjes Mefa. Shpresojmë që ju shumë shpejt lidheni dhe me Astridin, pasi do të merrni vesh ndoshta dhe të rejat për të në lidhje me Hasanin. Dhe ne vazhdojmë rrjedhën e emisionit tonë, sepse raste të tjera kanë për të prezantuar dhe ka nevojë për ndihmesën tuaj për të zgjidhur. Nuk e di regjia nëse do të kemi hapësirë publicitare në këtë moment apo duhet kalojmë një herë në historinë tjetër. Po, kalojmë në një hapësirë publicitare dhe kthehemi më njëherë në studio.